Përshëndetje, si jeni? Ju uroj gëzuar Shën Valentinin dhe qofshi sa më të lumtur. A mendoni që është dikush që mund ta ndaloj dashurinë? Jo, asnjë s'u ndalon dashurinë. E dini që është një shoqat në Mans të Durrësit, quhet Mek, dhe ajo është për iranianët dhe ka shumë iranianë që i kanë mbyllur aty brenda dhe burrë gruaj kanë darë dhe i ka detyruar që të bëhen motër dhe vëlla. Po, është e vërtet. Po. Ndodhet në Mans të Durrësit dhe ne për ato po luftojmë, i kemi nxjerr një pjesë të tyre, i kemi nxjerr, domethënë dhe po i strehojmë në shoqatën tonë, po i japim ndihmë, po mundohemi ti reintegrojmë, por që një pjesë të tyre i kanë, po është e vërtet, po kanë dalë edhe në televizor, po i kanë bërë motër e vëlla. Apo të Mansës e kemi ndëgjuar te kampin, se ka vite ajo që shapa i kamp atje, jo tash. Po. Edhe po më habit që pasin ka shumë motër e vëlla. Po, ashtu i kanë bërë me detyrim. Me detyrim. Me detyrim. Shumë skandal. Skandal është. Faleminderit, gjithë të mirat. Ej, çifti përshëndetje. Si jeni? Mund t'ju ndaloj 2 minuta? Jeni dashuruar? Po, martuar. Jo, martuar. Po pse? I martuar me dhe dashurit. Kosovës jeni ja? Okej. A mendoni që ndalon dikush dashurinë? Jo. E dini që në Shqipëri ekziston një kamp në Durrës me emrin Mek dhe ne punojmë për një shoqat iraniane që një pjesë të iranianëve i kanë mbyllur atje dhe i kanë detyruar që të bëhen motër dhe vëlla. Mendoj që është fatkeqësi e madhe, të ndash 2 veta që duan dhe ti detyrohesh me dhunë të bëhen motër dhe vëlla. Si po kaloni në Shqipëri? Mirë, super. Super, kalofshi mirë, ju uroj gjithë mirat, mirupafshim. Zonja përshëndetje, si je? Je dashuruar? Jo? Është fatkeqësi. Gjaxhi përshëndetje, si je? Gëzuar Shën Valentinin. Je dashuruar? Si thoni? Unë mendoj që po. Pse jo? Dashuria është, po s'ka lidhje se bësh baba, bësh gjysh, s'do të thotë që s'dashurohesh. A mendon që është dikush që ndalon dashurinë në këtë botë ose në Shqipëri konkretisht? Jo. Pse jo? Nëse unë ta faktoj që po? Po nëse unë ta faktoj në Durrës, në Mek. Dhe ajo ka mbyllur shumë iranian, domethënë që kanë qenë burrë dhe gru, dhe i kanë darë dhe i kanë detyruar që të bëhen motër dhe vëlla. Mendoj që është një fatkeqësi kjo? Ne flasim për kombësi shqiptare. Po s'ka lidhje, edhe ato njerëz janë. Edhe ato njerëz janë dhe ne po mundohemi të reintegrojmë, të përshtatim me jetën, me botën. Se më bëhet. Njëri nuk më përshtatet me shtet huaj si sa. Po ne jemi përshtatur. A jemi përshtatur dhe ne me Europën? Sa shqiptarë kanë në Europë? Pse siç na dhanë mundsinë ato, pse mos t'u japim edhe ne mundsinë këtyre? Shqiptarët i kanë në Europë, edhe shqiptarët nuk janë të integruar në Europë siç do të thotë. Po pse pikërisht sepse ato janë të integruar, pse mos të integrojmë me këto? Edhe herë, dëgjon më. Unë kalamaj, dhe i kam zvisën. O me jetë. Dhe zvisën merrën ai leksa se ke den kur del me pak lek. E vërtet. Se për vetë në arsye me fjalë. Me zvisën janë shumë më bëj. Je dashuruar? Po pse tash do të dashurohem unë pleqëri? Po pse je dashuruar kur ke qenë i ri? Ja, po mirë, ka kaluar ajo. E ke nusën ore? Patjetër. Ja urove Shën Valentinin sot? Ja, atë po bëj. I more lule? Po lule, ç'a lule? Ha, lule? Të thjeshta. Po ç'a do i marrësh? Do ngjë më të madhe. Djali përshëndetje, si je? A je i dashuruar? Dhe gëzuar Shën Valentinin. Rrafsh. Hi, hello. Gëzuar Shën Valentinin zogu. Gëzuar. Qofshi të lumtura. Ju e keni vërtetuar dashurinë në fakt, ja, ajo sa shumë dashuri që. Do e hedhim YouTube? Do e hedhim, po ti nuk do të tregoj. Do t'i dhuroj. Më ndalova ty një herë unë çketi. Mo je dashuruar? Po si jam e dashuruar? Sa vite ka që je dashuruar? Kam 4 vjet. 4 vjet me? Sa fëmijë ke? 2. Mashallah me jetë i kesh. Moj, mendon që është dikush që mund ta ndaloj dashurinë në këtë botë? Nuk e ndalon askush, po pa të zemër, njëri tjetrin, nuk ta ndalon askush. E di që mund të dalë dikush që mund ta ndaloj dashurinë. Dhe për shembull, në Durrës është Mek. Dhe ajo ne punojmë për iranianët dhe mundohemi që këto iranianët i integrojmë me botën, me jetën, me gjitha. Dhe një pjesë të tyre ndodhen të mbyllur në ata Mek ka bërë që i ka ndarë burrë gruaj, ka detyruar që të bëhen motër dhe vëlla. Si u duket kjo gjë? Mua më duket e çuditshme. E çuditshme apo fatkeqësi? Ka të bëhe fatkeqësia femrës, ka të bëhe çudi. A mendoj se si mund ta luftojmë këtë? Që t'i lirojmë ato sepse edhe ato njerëz janë. Kanë gjithë drejtat e botës. Se di, s'kam çat më thon. Ese. Pyetje njerëzonja ato. Wow, do ta pyes patjetër. Çifti përshëndetje, si jeni?
Gëzuar Shën Valentinin, ju më futët në mes. Jeli, përshëndetje. Si e? Të ta uroj Shën Valentinin sot? Të them gëzuar Shën Valentinin? Jo, nuk është për gratë, ke shumë gabim. Është për të dashuruarit. Faleminderit. Po, je i dashuruar? Rraf, faleminderit. Kom 8 kalamar. Po me më çlidhe ka se të gjithë po më thonë që kemi fëmijë. Pse kur lindi fëmijët ikën dashuria? Ja, si e dashuria s'des deri më. Atëherë pse thu pra? Ndroje këtë gjë. Re, mendon që është dikush që mund ta ndaloj dashurinë? Valla, me këta gjëra nuk morr vesh jam në përgjumë se. Po s'ka gjë, ua, po dashuria s'ka lidhje, s'ka gjë. S'ka lidhje. Ka gjë se ka punën e vet ai, ç'keti. Të uroj gëzuar Shën Valentin. Faleminderit, mirëpafshi. Aldo, përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë mendon për dashurinë, Aldo? Unë mendoj që dashuria është shumë subjektive, shumë personale. Në radhë parë, duke qenë se kjo është edhe dita e Shën Valentinit, i përkushtohet ditës së dashurisë dhe sakrificës që ne duhet bëjmë për dashurinë. Në fakt kjo ditë është shënuar për dy personazhe të cilët e kanë pasur një dashuri të ndaluar, një dashuri gati të pamundur, por sakrifikuan shumë dhe luftuan për këtë dashuri. Dhe mendoj që ne dashurinë mund ta gjejmë në shumë forma, përveç se te partneri, e gjejmë në familje, te fëmijët tanë, tek motrat, tek vllajt, tek çdo pjesëtar i familjes ose çdo person që na bën që të ndihemi të përmbushur. Përveç kësaj, për gjithë të dashuruarit ose ata që duan të luftojnë për dashurinë e tyre, të vazhdojnë ta bëjnë këtë gjë sepse dashuria është gjë e rëndësishme që ne do të përjetojmë gjithmonë jetën tonë. Edhe është vetëm gjë që ja vlen të luftosh sepse kur nuk do të humbësh. Dashuria të përmbush. E vërtet. Aldo, shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Do them edhe diçka që jam shumë e fat që e njoh këtë njeriu këtu, që quhet Aldo, dhe kam shumë për zemër. Faleminderit. Dhe gëzuar Shën Valentinin të gjithëve. Gëzuar gjithëve.